dashur, pasi që jemi në Monaku, nuk kemi se si të mos ndalemi këtu tek Porti Herkules. Porti Herkules, vetë emri na tregon që vjen nga legjenda Herkules, ku ai thuhet se ka kaluar nëpër këtë zonë. Prandaj edhe ky porti ka shumë mrekullueshëm ku janë të ankoruara jatet më të shtrejta në botë, gjithashtu më luksozet, i është vënë ai emër. Këtu pra të kjo rrugicë, të ky port, lartë mbi këtë port, mund të keni edhe restorante më të shtrejta dhe më luksoze, por gjithashtu edhe kafene të ndryshme. E këtu mbrapa meje është edhe rruga ku para disa ditëve u bë edhe gara Formula 1, Grand Prix, dhe gjithashtu kanë kaluar veturat më të shpejta dhe më luksoze. E ne po e zhjojmë pamjen, kështu që qëndroni me ne, sepse deri në fund të këtij emisioni kemi shumë çka për t'ju treguar.